që i dha jetë qeverisë vetë e cila nuk ishte shtibënde, një a dy të zyrtarëve që kishin filluar punën, po i anulloi të gjitha tjerat. Dhe këta ambientalistët, pseudot, bashkë me të gjithë këta llapaqorrat, ja hodhën në kurriz edhe ato Partisë Socialiste. Po si mund të bëjë Shqipëria? Dhe si mund të zgjidhet Shqipëria, vendi që drejton organizatën më prestigjioze, ku janë 45 vende europiane, që quhet Forest Europe, pyet Europës. Si mund të bëjë Shqipëria? Në qoftë se Shqipëria do ishte vendi ku pyet shkatrohen, në qoftë se Shqipëria do ishte vendi ku në përpyje bëjnë kërtin gjuetarët e shpendve dhe të kafshve, në qoftë se Shqipëria do ishte vendi ku lumejt kthehen në shtretër të tharë nga hidrocentralet, si do merrin Shqipërinë ta vendosin në krye të asaj organizate, dhe kush ja dha stafetën Shqipërisë? Suedia. Dhe kush e mbështeti Shqipërinë për të bërë drejtuese asaj organizate? Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar. Si do ndodhin këto? Unë nuk po them që ne s'kemi probleme, se ne do kemi probleme. Do kemi gjithmonë probleme. Për sa kohë ne do kemi njerëz që në emër të mjedisit, në emër të mbrojtjes së shpendëve, në emër të mbrojtjes së habitatit, të biodiversitetit, shkojnë në Zvërnec dhe i parkojnë të gjitha makinat mu në rër dhe protestojnë për flamingot. Ne do kemi probleme, patjetër. Për sa kohë do kemi njerëz që nga një anë shfaqen për Instagrame me lloj-lloj kremrash, se parfumet nuk ja u ndjen erën kur i dalin në Instagram, me lloj-lloj kremrash, me lloj-lloj rrobash, në lloj-lloj sfondesh. Jam në Toskana, ju përshëndes nga Parisi. O, sa e bukur Vjena, edhe mbrapa Mozarti që këndon edhe të larta, dhe këtu në Shqipëri e pin atë pijen që kanë marrë për t'i bërë reklam, edhe pastaj e hedhin. Si mos kemi probleme ne? E mëse Shqipëri e sapi, duam flamingot. Do flamingot? Po je sigur që të duam flamingot ty? S'kan goj. Kam goj unë. Edhe për ata. Kjo është, kur thoshte miku im, Indjej Buerlako, të kesh dy bëth, njëta mbashe, njëta qash. Kështu është. Tani kam një gjë, se pata një telefon nga një djalë, atje në protest. Me këj kishe, tha, të punë e patriotëve, tha, se edhe unë jam patriot. Qa e patriotës? Jo, tha, se the diçka, tha, që ata patriotët e Instagramit, ata patriotët e influencimit, ata patriotët e Facebookut, ta marrin udhëheqjen e kësaj lëvizje dhe pastaj t'i shohi populli kush janë, qa kanë, si e kanë, për fakt s'ishte për të. Po i thash gjë, ti je patriot,